Cricket X Lore X LNL ndoshta ti. Okej, konga e dytë prej Lorës që më ka marrë vëmendjen e para ke Nini me MC Kreshën para një muje a 2 muje. Nëse jetu lyp diçka me të shti në disponim melankolik, të lehtë, reflektiv, mendoj që kjo duhet me qenë pjesë e menys muzikore. Unë mendoj që Lore është një, qysh me thonë, breath of fresh air në skenë, me krijimet e saj minimaliste, pop, mix me R&B, është kanal tjetër opsional, kur nuk don me ngu detyrimisht diçka të last, trendy, që kanë me ngu krejt njëjtën kohë edhe ka me gjeneru dëgjime, shikime për shkak të melodisë edhe elementit të senzacionit. Lore nuk është qaja. Performanca e Lores të ndoshta ti menoj që e nënvizon që që po e thëm, është radio friendly, është e dëgjueshme gjithçka që thuhet, është edhe përmbajtësisht edhe production wise, është shumë vibe determinus. Shout out Cricketit që e ka mojt në qësi frekuencë trekin për gjatë 2 minuta e 40 sekundave, sos gjatë konga. Pëlqejnë shumë artistët si Lore edhe pse kemi shumë pak që trajtojnë artin e tyne me pjekuri, nëse jetu e ngun kërë, shambull, që ta kesh të ngun kërë të orën pun, komplet pejsazhit, kur po jetu vëzit, shambull, për para po jep një frym ma tresht, kështu edhe pse kisha pas qef dorën zamë refreni mës me pas që se efekte në sfond të cilat prap me gjithat po e bojnë ma artificial produktin. Për ndryshe, Lore është definitivisht një prej artisteve që jëm të ngu. 2 kongët e fundit jëm të ngu, për me qeni sinqert, ku ma ka prish mas gjumë të është që hinim Big Brother, dishyish kër e pash Big Brother, thash s'pote nevoj be, edhe dishyish dull si me njëherë, mrena 10 dite, s'ke pas nevoj me im Big Brother, se arsyja pëse pët ngoj, edhe zbesoj që dikush e ngën, për shkak se ka pon Big Brother 10 dit. Me gjithat, zero ankesa kom të performanca e Lores, absolutisht fantastike, edhe Linelli po e krym punën e vetë për çka është i thirrën. Në fakt, momentin e parë që e kom dëgju refrenin edhe pjesën e Lores, e kom dit paka shumë që Linelli ka me pas qëtë përmbajtje në vers. Krejtësisht është në të njëjtën trajt me pjesën tjetër të kongës, mendoj që me thellësinë e duam po ja kthem përgjigjen pse s'po kthehet, në këtë rast dashërës bashk autores të kongës Lores. Në përgjithësi mendoj që është një trek solid, edhe një që ko me u kthy me ngu prap. Mendoj që kena nevojë për çësi lloj të muzikës, është kanal tjetër, është frekuencë tjetër, jo detyrimisht me pas shumë hype rreth vetës, me thonë me share me njerëz, po thjesht me ngu për qef, me kalu ditën, me lonë sfond derisa jetu lexu, dikush që mundet me lexu me zhurmë. Definitivisht është një prej atyne që kom u kthy me ngu prap kur jam që si disponimi. Për ndryshe krejt që to storje që i bëjën qoftë e rend, qoftë në studio jënë të mundcume prej Easy's Post, prej postës Easyt, e cila ka super customer service edhe super shpejtësi në dërgesa.